Ishte kënaqësi të jem me ju. Faleminderit. Ben, doja dhe dy elemente që ti diskutonim bashkë. E përmendi zoti Mehmeti peshën, influencën, organizimin që qeveria e Kosovës dhe lëvizjave të vendosje më saktë i ka dhënë Vlenit, me qëllimin e vetëm të largoj BDI-n nga pushteti. Përse ndodhi kjo? Është nga gjërat, jo të them më të vështira, po është nga ato gjërat që janë bërë vazhdimisht, jo, për inxhinjerinë zgjedhore të zotit Kurti, i cili po sofistikohet me kalimin e kohës. Por në këtë rast, duke shfrytzuar këtë pjesën të themi lokale, ju e dini për atë autostradën që do të bëhet nga Prizreni deri atje. Që s'ka filluar. Që s'ka filluar. As nuk është draftuar. Po. Duket që do të mobilizonte një pjesë shumë të madhe të hapësirës për ta pasur në pjesën e vet. Ndërkohë që gjithmonë më shumë arrit të kuptoj që zoti Kurti do të marrë këtë pjesën e drejtuesit shpirtëror të shqiptarëve, sepse drejtuesin të themi ideologjinë nuk kemi. Duhet ta bënte i ndjeri u Këshin Hotin, nëse do e mundte ta bënte, po një individ i cili do e kujtonte kohë, por operacionet e tij me forca politike kaq konglomerate, me të majt, me gjysmë të majt, me njerëz pa ideologji, i kanë nxjerrë dhe shqiptarët ashtu siç i duan maqedonësit. Atë që tha dhe zoti Mehmeti, të gjithë po janë bërë pishman, nëse mund përdor këtë fjalë që kanë votuar Vlenin. E kuptoni, edhe përballë rrezikut më të keq, duhet të përballesh me dinjitet. Dhe ky dinjitet mungon tërësisht. Ndodhi rasti Kumanovës, vërtet është rast kundër gjithçkaje, por trimëria e atyre djemve i tregoj maqedonasve që me shqiptarët keni kujdes. Ben, edhe një pyetje të fundit shkurtimisht sepse jemi në fund. Faktori ndërkombëtar që shpeshherë në Maqedoninë e Veriut ka qenë përcaktues, sidomos ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian duken shumë të kujdesshme, më shumë se sa shtyse për të gjetur dhe dhënë zgjidhje që Maqedonia e Veriut të dalë nga kjo situatë kolapsi në marrëdhëniet qoftë ndëretnike, qoftë në raport me botën serbe dhe të orientohet nga Bashkimi Evropian siç u bë antar i NATO-s. Qartë, besoj që e kanë arritur. E kanë arritur sepse kanë futur në këmish forca. Shqiptarët, pa çka se ne kemi marrëdhënie të mirë dhe për hir të vërtetës, ata kanë qenë nga vendet e para që e njohën Kosovën, e vërtet. Duhet kemi parasysh që shqiptarët ruajnë një lloj reciprociteti. Plus, në momente të caktuara Shqipëria i ka hapur mundësitë në Durrës. Po. Me Serbinë është e marrëdhënie që është, por Bashkimi Evropian ka arritur të kuptojë që ka një shemëri të madhe tani për fatin e Bullgarisë. Bullgaria ju e dini që Maqedonisë së Ri si shpata e Demokleut, Greqia e ka bërë 2 herë të ndryshojë emrin, ndërsa Kosova ju e dini është vendi me të cilën Maqedonia thyen embargon me Serbinë. Në këtë sens, në këtë betejë kaq të vogël ballkanike, i mjafton Bashkimit Evropian këtë që ka bërë, që e ka lënë në proces skrinimi, dhe kjo më mjafton për në racionin e brendshëm politikanëve dhe njerëzve për të arritur të kuptojnë që kanë diçka. Mos harrojmë diçka vetëm. Para disa viteve, Maqedonia e Veriut ishte vend frontrunner për investimet e jashtme. Saktë. Kjo s'është gjë e pakët. Dhe besoj gjithë ky konglomerat prapë neve na kanë nxjerrë keq që shqiptarët është vërtet grup shtetformues, por me nivel që lë shumë për dëshiruar. Ben, shumë mirënjohës që ishe në studio dhe që diskutuam këto problematika kaq të thekshme të Ballkanit problematik. Falenderoj. Faleminderit juve. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.